Në projekt buxhetin e vitit 2026 për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë parashikuar 405,6 milion lek, nga të cilat 187,3 milion lek shkojnë për paga dhe sigurime shoqërore, ndërsa 105,2 milion lek për mallra dhe shërbime. Buxheti total i parashikuar për vitin 2026 për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është 405,6 milion lek, nga të cilat 187,3 milion shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, 105,2 milion janë shpenzime për mallra dhe shërbime, 48,5 milion është zëri i transfertës dhe 64,6 milion janë shpenzime për investime, të cilat kanë dy burime financimi, 52,7 milion janë me financim të brendshëm dhe 11,9 milion janë me financim të huaj. Ndërkohë që numri i punonjësve në institucion për vitin 2026 është parashikuar të jetë 95 punonjës. Krahasimisht me vitin 2025, pa përfshirë shtesën e fondit për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, rezulton se shpenzimet totale të institucionit kanë një rënje me rreth 126,5 milion lek ose 24% më pak, nga të cilat shpenzimet për pagat në fakt kanë rritje 11,3 milion lek dhe janë rritur me 6,4%. Shpenzimet për mallra dhe shërbime kanë një rënje, po ashtu ka një rënje edhe shpenzimet e investimeve, por kjo është krejt e kuptueshme duke marrë parasysh që viti 2025 ishte një vit zgjedhor në të cilën janë angazhuar më shumë fonde buxhetore në këto dy zëra. Drejtoresha e përgjithshme e administrimit zgjedhor Jona Josifi gjatë seancës në Komisionin për Nismat Qytetare u ndal tek rekomandimet e Kuvendit lidhur me edukimin e zgjedhësve dhe vijshmërinë në buxhetimin e sistemit të teknologjisë së informacionit. Ka nevojë në çdo vit pas viti në rezolutat e Kuvendit për adresim me injeksion nga buxheti, që është edukimi i zgjedhësve dhe sidomos ai votuesve për herë të parë. Ai ka qenë, siç ishte në programin e edukimit të zgjedhësve të vitit 2025, një nga shtyllat kryesore për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe ne e kemi shtrirë dhe e kemi buxhetuar atë edhe për gjatë gjithë vitit, pavarësisht nëse kemi një vit zgjedhor apo jo zgjedhor, siç është ai që vitit 2026. Nga ana tjetër, sërish një nga rekomandimet e rezolutës është vijshmëria në investim të sistemeve të teknologjisë informacionit, që mendoj ne në KQZ e kemi treguar që e bëjmë kohë pas kohe për të qenë hap me kohën, por edhe sepse na lehtëson shumë nga proceset të cilat nuk kanë pse të ndodhin më manualisht. Deputeti i Partisë Demokratike Ivi Kaso u shpreh se duhet të dyfishohet mbështetja buxhetore për auditimet që KQZ kryen mbi financat e partive politike. 2027 parashikohet një vit për cilin duhet testohen për gjatë vitit 2026 projektet pilot, duhet saktësohen sistemet, si dhe sipas deklaratave të vetë KQZ-s, nuk e di nëse parashikon ta bëjnë vitin 2026 apo jo, dhe testimin e sistemit pilot për votimin elektronik të shtetasve në diasporë. Kam dëgjuar që është një objektiv i shpallur nga KQZ që ta zhvilloj në vitin 2026 një sistem të tillë pilot, një projekt pilot për votimin elektronik të diasporës, i cili u implementua vitin e kaluar pavarësisht gjithë problematikave që ai pati, dhe nuk e di nëse ekziston ende kjo ambicie e KQZ-s për ta bërë, dhe nëse kjo ambicie suportohet edhe me fonde buxhetore. Por nga këndvështrimi i asaj që dhe ju kryetar thatë, një pikpyetje kisha unë nga sa kam parë lidhur me fondin ose me suportimin buxhetor të përpjekjeve të KQZ-s për auditimin dhe verifikimin e financave të partive politike, që është një moment tjetër i rëndësishëm edhe që do të kërkoj sforco dyfish këtë vit, sepse duke qenë që lam pas një vit zgjedhor, partitë politike kanë detyrimin për të raportuar dy herë, pra dyfishohet si detyrimi i subjekteve për të raportuar, ashtu dhe detyrimi i KQZ-s për të audituar. Përfaqësuesit e KQZ-s theksuan se gjatë këtij viti komisioni ka qenë maksimalisht i angazhuar për zhvillimin e zgjedhjeve të 11 majit dhe të zgjedhjeve të pjesshme të 9 nëntorit.